Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun shqiptar Dafina Zeqiri ka vendosur më në fund t'i jap vetës një pauzë pas një pune intenzive dhe suksesit të pandalshëm. Në prag të ardhjes në jetë të fëmijës së saj të parë, Dafina ka përfunduar turin e saj muzikor për t'u përkushtuar plotësisht periudhës së mëmësisë. Ky vendim duket se nuk ka qenë thjesht një ndalesë fizike, por edhe një pikë kthese në aspektin profesional. Pas shumë vitësh bashkëpunimi, ajo është ndarë nga menaxheri i saj afatgjat Pëllumbi dhe sipas raportimeve ndarja nuk ka qenë krejtësisht e qetë. Flitet se mosmarrëveshjet mes menaxherit dhe bashkëshortit të Dafinës Krishnikut kanë ndikuar në prishjen e marrëdhënies profesionale. Pëllumbi dhe Dafina kanë qenë një dyshe dinamike në industrinë muzikore shqiptare, duke ndërtuar një karrierë të suksesshme dhe duke u përballur bashkë me sfida të ndryshme ndër vite. Publiku i ka perceptuar gjithmonë si miq të afërt përtej marrëdhënies profesionale, ndaj ndarja e tyre ka befasuar shumë fansa. Ndërkohë që asnjëra palë nuk ka dhënë deklaratë zyrtare për arsyet e ndarjes, ndryshimi është vërejtur edhe në rrjetet sociale. Ata tashmë nuk e ndjekin njëri tjetrin në Instagram, çka për publikun është një tregues i qartë i një ftohje në marrëdhënie. Gazeta Insideri ka tentuar të marrë një përgjigje nga menaxheri shumë vjeçar i këngëtares Dafina Zeqiri, mirë po i njëjti ka hezituar të jap një koment lidhur me këtë ngjarje. Ky qëndrim i rezervuar dhe mos përgjigjja e tij nuk është vetëm shenjë e mos interesimit për të komentuar, por shihet si një tentativë për të mos përfshirë më tej këngëtaren në një debat publik i cili po merr për masa të mëdha në media dhe rrjete sociale. Heshtja e tij le të kuptohet se ka një qasje të qëllimshme për ta mbajtur situatën të mbyllur dhe pa eskalime të mëtejshme. Zhurma në rrjetet sociale nuk është ndalur vetëm te përçarja me menaxherin. Kanë qarkulluar gjithashtu zëra për probleme në marrëdhënien e Dafinës me bashkëshortin e saj Krishnikun. Megjithatë, ky i fundit ka reaguar në mënyrë të qartë dhe ironike, duke postuar një video ku shihet duke kërcyer me Dafinën në makinë, i shoqëruar me përshkrimin thumbues: "I përshëndesim burimet e sigurta." Në mes të gjithë këtyre zërave dhe komenteve, Dafina ka zgjedhur të mos hyjë në polemika apo shpjegime të gjata. Ajo ka shpërndarë një postim të MTV Kosova ku theksohet: "E vërteta për Dafina Zeqirin, as krizë, as kaos, vetëm vendime të menduara dhe jetë e qetë." Ky është një sinjal i qartë se këngëtarja ka marrë me qetësi këtë periudhë transformimesh dhe është duke bërë zgjedhje të vetëdijshme për mirëqenien e saj dhe të familjes që po krijon. Pavarësisht ndarjes nga një figurë kyçe në karrierën e saj, Dafina mbetet një nga artistët më të fuqishme në skenën shqiptare. Në këtë moment jetësor kaq të veçantë, ajo po i jep përparësi asaj që ka më shumë rëndësi: jeta personale, paqja shpirtërore dhe familja. Dhe ndoshta kjo është muzika më e bukur që ajo mund t'i ofrojë vetes përkohësisht, përpara se të rikthehet përsëri më e fortë dhe më kreative se kurrë.